Si të bëhen ligje të mira. Kur ligjet i nxirren nga mënga, është normale që një pjesë e madhe e tyre të mbeten vetëm në letër. Nëse me ligj përcaktohet që bari në të gjitha parqet të jetë roz, bretkosat të dënohen me 50 euro nëse krekosin pas orës 22, ndërsa mbeturina të pastrohen çdo të mërkurë të dytë. Ato ligje do të dështojnë. Për ligje të mira nevojitet shumë më tepër kohë dhe përpjekje për të vlerësuar nëse ka nevojë dhe nëse ato mund të zbatohen. A janë ato me kosto të pagueshme? Çfarë do të jenë pasojat dhe nëse janë të konsultuar të gjitha ata që do t'i prekin. Kjo quhet vlerësimi i ndikesës së rregullatives ose VNRR. Ajo do thotë se kur qeveria do të ketë ide që të sjellë ligj të ri, duhet e para të vlerësoj nëse në përgjithësi ka nevojë për ligj të tillë. Për shembull, nëse tani më ka ligj i cili ndalon hedhjen e mbeturinave në hapësirat publike, nuk ka nevojë për ligj të veçantë kundër hedhjes së lëkurës së bananeve në kalimin për këmbësor. E dyta, a mund të zbatohet ligji nëse shitja e librave të mësimit është ndaluar, përse shteti është obliguar që t'i siguroj falas. Për çdo vjet ato vonohen dhe mungojnë. Kjo do të thotë se qeveria i ka mbivlerësuar mundësitë dhe duhet të rishqyrtohet. Në vend të librave të mësimit, falas, nxënësit marrin libra mësimi të shkatruara ose as pak nuk marrin libra mësimi. E treta janë konsultimet. Për dallim nga lajmëtari mbretëror i cili thotë dëgjoni dhe kuptoni, mbreti ka vendosur, zëdhënësi qeveritar në mënyrë shumë më modeste thotë kemi një ide dhe t'ju pyesim çka mendoni. Qytetarët këtu nuk duhet të përgjigjen me bravo, ashtu duhet, ose me poshtë qeveria. Në vend të kësaj, ata mund të lexojnë idenë dhe të japin vërejtje konkrete në Regjistrin Unik Nacional Elektronik të Dispozitave, ENER. Kompetentët janë të obliguar që t'i shqyrtojnë dhe t'u përgjigjen propozimeve të qytetarëve. Në atë mënyrë qeveria tregon se e din se çka bën, e respekton obligimin për zbatimin e VNRR-s dhe nuk udhëhiqet nga deviza të provojmë do të shohim. Çka ndodh tani? Nga të gjitha ligjet e propozuara nga qeveria në 4 vitet e kaluara, vetëm një pjesë e tyre u është bërë vlerësimi i ndikesës së rregullatives, ndërsa edhe ato që janë bërë, shpeshherë përbëhen nga konkluzione. Mos u brengosni, do të bëhet kjo punë. Dhe në to nuk ka argumente të mjaftueshme dhe fakte që duhet të bindin opinionin se ka nevojë të miratohet pikërisht ligji i tillë që e propozon qeveria. Nga e tërë kjo, posaçërisht është e rëndësishme e treta, pyetja për dhe dëgjimi i argumenteve të opinionit. Për fat të keq, në vendin tonë qytetarët shpeshherë kuptojnë për ndonjë ligj atëherë kur ai do t'i godas personalisht. Kur ministria do të vendosë se parku juaj i preferuar është truall me interes të veçantë dhe do të ndërtojë ndërtesë administrative mbi të, duke mos ju pyetur, gjë e cila është lejuar me ndryshime të ligjit prej para 2 vitesh. Për të shmangur situata, na mashtruan duke anashkaluar ligjin. Nevojitet që qytetarët të jenë më aktiv në krijimin e ligjeve. Ashtu si në shumë vende të tjera, edhe në vendin ton, ka mundësi që ligjet të komentohen përderisa ende janë ide. Ka dëgjuar se ka të drejtë ju përzihet në punën atyre që i shkruajnë ligjet. Prandaj, është i nevojshëm fuqizimi i vetëdijes publike, qyshe ngarësimi, se të drejtat dhe obligimet civile nuk përfundojnë me votim dhe se qytetari ka mundësi dhe mënyrë të ndikojnë në çdo vendim. Kjo është rruga drejt ligjeve më të mira dhe drejt shoqërisë më të kënaqur.